Ish avokati i Trumpit merr postin më të lartë të drejtësisë. Blanche, prokuror i përgjithshëm. Senati Amerikan ka konfirmuar Todd Blanche në postin e prokurorit përgjithshëm të Shteteve të Bashkuara, duke i dhënë ish avokatit personal presidentit Donald Trump drejtimin e Departamentit Drejtësisë dhe rolin më të lartë të zbatimit të ligjit në vend. Blanche u konfirmua me 50 vota pro dhe 49 kundër, ndërsa kundër emërimit të tij votuan 2 senatorë republikane, Susan Collins dhe Lisa Murkowski. Vota vendimtare erdhi nga senatori republikan Bill Cassidy, i cili deklaroi se Blanche ishte kandidati më i mirë që presidenti Trump mund të propozonte për këtë detyrë. Vendimi i Cassidit ishte pritur me interes në Washington për shkak të përplasjeve të tij të mëparshme me presidentin. Me votimin e Senatit merr fund edhe përplasja disa mujore mes republikanëve në Senat dhe administratës Trump lidhur me emërimin e Blanche, i cili kishte drejtuar përkohësisht Departamentin e Drejtësisë që prej muajit prill. Të gjithë senatorët demokrat votuan kundër emërimit të tij gjatë procesit të konfirmimit. Disa senatorë republikanë ngritën shqetësime për mënyrën se si Blanche kishte trajtuar publikimin e dokumenteve të lidhur me Jeffrey Epstein, si dhe për rolin e tij në krijimin e një fondi prej $1.8 miliard për të promovuar nga Trump si një mekanizëm kundër qarmatoses së institucioneve shtetërore. Fondi ishte planifikuar të kompensonte persona që pretendonin se ishin përndjekur nga qeveria. Kritikët mes tyre Murkowski shprehen shqetësimin se përfitues mund të ishin dhe persona dënuar se ndjekur penalisht për pjesëmarrjen e sulmit të 6 janarit ndaj Kongresit Amerikan. Përballë kundërshtimeve, Blanche u zotua të tërhiqte këtë projekt. Ai ishte zëvendës prokurori i përgjithshëm kur mori drejtimin e përkohshëm të Departamentit Drejtësisë në prill pas shkarkimit të Pam Bondi. Tashmë, pas konfirmimit nga Senati, ish avokati personal i Trump merr zyrtarisht drejtimin e institucionit më të fuqishëm të zbatimit të ligjit në SBA.